Shenja e radhës? Shenja e radhës është e ujorit. Në këto momente ujori ka ndryshime shumë të mëdha. Këtë më duhet të analizojmë. Plutoni do të kalojë në retrograd në fillim të muajit, në datën 3, do të ndalojë dhe do të kalojë në retrograd në datën 5. Kjo për shenjën e ujorit domethënë ndryshime shumë të mëdha. Mund të kemi rikthime të krizave që mund të kenë filluar që në nëntor të këtij viti. Këto do të jenë të vlefshme në çdo fushë, por sidomos për sa i përket anës së tyre materiale, sepse do të preket shumë jeta dhe stabiliteti që kanë brenda familjes. Për këtë arsye do të këshilloj që të jenë pak më të vëmendshëm, sidomos në mënyrën se si komunikojnë. Kemi një zhvillim... Peshqit në kanë mbetur vetëm? Po, vetëm peshqit, okej. Po kalojmë njëherë tek peshqit. Për ta kemi ndryshime në përgjithësi pozitive. Në këto momente, sidomos, duke qenë se komunikimi i tyre është shumë efektiv, do të vazhdojnë që të kenë një rritje shumë të madhe në jetën e tyre, sidomos në ato materiale, sepse drejtuesi i tyre është tek shtëpia e tyre e dytë, pra ka një zhvillim shumë të madh në këto momente. Asnjë gjë nuk vjen vetvete, po duhet ta analizojmë, duhet të punojmë shumë. Ndërkohë që pjesën e dytë të muajit do të kemi zhvillime për sa i përket vendit ku ata banojnë, banesës së tyre dhe marrëdhënieve që kanë brenda familjes, dhe kjo mund të krijojë një stabilitet, në qoftë se janë të kujdesshëm.